Dhe mundësinë e tij e humbë, nuk ka kush që udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut. Udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat më të këqija dhe të sherrit janë risit dhe bidatet, ato çojnë në humbje dhe humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, do të fillojmë me një rubrikë të hutbeve që e pash me të vërtetë se është shumë e rëndësishme, për arsye se një gjë të tillë na ka kapluar të gjithë neve, por problemi është se nuk e hetojmë, për arsye se ne jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm ndaj shëndetit ton, i cili ka të bëne me shëndetin fizik, dhe e harojmë një luftë tjetër e cila është disfata psikike. Kujdesemi edhe për shëndetin e fëmijëve tonë, grave tona, bijave tona, nonave, e kështu me radhë të afërmive tonë, që t'jenë mirë. Edhe shumë herë kur bisedojmë thona elhamdulillah, që qenë keni shëndosh e mirë, por dinja vëllezër, se shëndeti psikik, shpirtëror, është edhe më i rëndësishëm se ai fizik. Dhe ai cili është i prekshëm, të cilin e shohim disa herë, edhe me sitë tona të gjurmët e sëmundjeve, por ki shëndet psikik dhe shpirtëror është shumë i rëndësishëm, dhe është i rrezikshëm sepse nuk e hetojmë a jemi të përfshirë me këto apo nuk jemi. Kjo është rrezik i madh. Prandaj vëllezër, kjo është një disfat psikologjike. Do me thonë, nëse e shikojmë umetin në përgjithësi, vende i ka kapluar kjo disfata psikologjike dhe shpirtërore. Kanë dështuar jo në thirr në aspektin psikologjik, në aspektin shpirtëror, dhe nuk e hetojnë. Edhe kjo shkon gadal, gradualisht derisa i hup shpresat dhe nuk dëshiron mo me jetu, nuk dëshiron me punu, nuk dëshiron me funksionu, me ec e kështu me radhë. Kurse në Islam, burimi i tërë këtire kush është? Është Allahu subhanahu wa ta'ala, është feja Allahu të gjelleshanuhu, janë ritualet fetare mbrenda ditës dhe mbrenda natës, është kapurit për litarit Allahu të gjelleshanu, ku ati qetësohet shpirti, ati knaqet zemra, ati i tërë trupi me gjimtirët e tia, e gje qetësin, e gje rahatin dhe knaqet. Thot Allahu gjelleshanu në Kur'an, femenit teba hudaja, fela yadhillu wala yashqa. A i cili, thot Allahu, e pason udhëzimin tim, librin, Kur'anin, sunnetin, fela yadhillu wala yashqa. Fela yadhillu fi dunja, nuk do qeti humbur në dynja. A i gjithmonë është i vetëdijshëm se ka ec, çka flet, çka han, si qarkullon, si lëvizën, si jeton, pse? Është në fejën e Allahut. Fela yadhillu në dynja, kanë thonë mufesirët. Wala yashqa, dhe nuk do qeti i dështuar, i privuar në botën tjetër. Edhe atje do qeti fatlum. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allahu tregon, ai i cili ja kthen shpinën këtij kujtimi, mesazhit të Allahut, do të ketë jetë vështirë, jetë ngurtë, jetë ngushtë. Wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma. Para Allahut ka me dali verbër, ka me pyet pse unë nuk shoh tash. Ndinjo kisha si, thot Allahu, kishe si, për nuk të bëshin dritë, nuk e pa rrugën time, i mbill shesit. Edhe sot ke i verbër me qenë, dhe sot ne kemi me të haru në atë kuptimin, ti nuk vjen piqe me bisedu me ne. Vëllezër, për këtë çështje, sa mos smundje rrezikshme ka simptome. Sot inshallah në shpejtësi do të përmendi 4 simptome, 4 dukurit. Kujt janë këto 4 dukuri? Çka janë këto 4 simptome? Këto janë, a jemi prekur me këtë smundjen apo me këtë disfatën? Disfat do të thotë është humbje. Disfata psikike, disfata shpirtërore, dështimi, mposhtja, thyrja e zemrës, emocioneve, e shpresës e gjitha. Kjo ka shenja vëllezër, shiqoni sa të mbrëmshme janë këto.
To nuk shihen me si, me të vërtet. Edhe në mjek me shku, me thonë, to nuk mund dhe me t'i gjetaj. Por dietarët islam kanë radhitur disa simptome. Simptomi i parë kanë thonë është imitimi i verbër i të tjerëve. A i imiton të tjerët, sa i cili nuk ka shpresë çka bën, a i imiton. Ka thonë Ibn Khalduni, ose thot Ibn Khildun, thot i munduri është gjithmonë i dhënë pas imitimit të fitimtarit në të gjitha aspektet dhe fazat e jetës. Ai që ka dështu, ai që e din vetën që ka humbur, ai që ka bon, i imiton, cilët i imiton, ato që i duken, kuse kogja kushjon. Kjo është një çështje e madhe vëllezër, që shumë musliman këtë çështje e kuptojnë gabim. Nga ajo që me të vërtet e shohim në aspektin e dynjas, shtetet perëndimore kanë ecur përpara e kështu me radhë. Shtetet islame ndoshta në atë aspekt kanë mbetur mbas. Dhe ki i gjori që se një fenë e Allahut subhanahu wa taala mendon se mirësit jon kri, nuk ka mo, s'ka ku të merr ki. Ki mendon që nuk ka ku me ushqi shpirtin. Pse thot kena dështu, a këto ku kanë mri, në honë, në ndilë, ku ta di unë. A i nuk i ka trokit hala, nuk e ka qelsin t'i shofet depote e islamit, depote Allahut, khazajnus samawati wal ard, dhe qka bon, e hup shpresën, e Muhamedi a.s. në ka thonë, le të të biun në senën e men kane qablekum, shibren bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, hatta lau dëkhalu, جحر ضب لدخلتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن tha Muhamedi a.s. keni me i pasu, jam do me thonë sahabet, po pastaj umetit ti, apo një numër i mathi umetit kanë me i pasu, me i imituar të tjerët, plomb bas plombi, hap bas hapi, derisa nëse hin ato të bira hardhucit, tha Muhamedi a.s. edhe ju do të përpiqeshi të hini dhe të pasoni ato. Kjo është vlezër simptom i kuj i disfatës shpirtërore dhe psikike. A i cili nuk din ku me u kap, nuk din cilën me e marë model, vetë se perëndimin, vetëm se këto që kanë ecë, o që ka kanë bo, që ka kanë ndërtu, që ka kanë zbulu, a i e ka një dukuri dhe e ka një simptom prej atire simptomeve. E dita, kjo është shumë më rëndësi, dëshprimi, ndaj ndryshimit edhe pse është e mundshme. Me thonë hup, ja, po s'mundet, nuk ndryshohet kjo çështje mo. Ka marrë fund puna, u kri kjo çështje. Ja, mo ne nuk mundet me pa dritë as fillim tunelit, as fund, u kri. Që të unë i Allahu subhanahu wa ta'ala tregon shembullin, një ndodhije një prej ulul azm, prej të dërguarve të Allahut me popullin e tij. S'ka dyshim që emri më shumë që përmendet Kur'an është i Musaut a.s. Kale Musa li qaumi ista'inu billahi wasbiru, inna al-arda lillah, yurithuha man yasha'u min ibadih, wal aqibatu lil muttaqin. Musa a.s. përpiqeshte me motivu popullin e tij. Ista'inu billahi wasbiru, o mbështeteni Allahut, kërkoni ndihmë prej Allahut edhe boni sabër, boni durim, se kjo tokë që e shihni sot, ki pushtet që jo ndorën e Firaunit, ju rithu ashe Allahut, ju rithu ha men yashau min ibadi, atja e pa Allahu ja bën që ta trashigon kush dëshiron prej robëve të tij. Pse bre keni humb shpresat, pse be jeni mbill, bështeteni Allahut, bëni durim, kjo sot është e atia, nesër dinja se Allahu ka me adhonë robëve të tij, wal aqibatu lil muttaqin, edhe fundi ju takon të devotshme. Shiqoni Musau a.s. vlezër, i dërguar i Allahut, her pas here ju sjell të shpallje, bisedonte me Allahun, 7 vit prej benu Israilve, e ndëgjun se si Musau folën me Allahun, bisedon drejt për drejt. Me gjithë ato, shiqo që ka i thonë Musaut a.s. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana o min ba'di ma ataytana. I thonë o Musa, për që të ndryshoj be vlla asgjë. Para se me arti, ne jetoshim tortura, vrasje, e përdhunime, qka mo, edhe mbasjer dhe ti e njëta, qka po flet? Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana. Qka është? Shiqoni vlezër, ato që ju mësu të jetojnë në rësir, ju mësu mos me ndryshu, mos me përparu, mos në nguc, në le ato muhabete, që para se me arti qështu,
Pasi a u ndryshu diçka? Çka tha Musa a.s. I cili kishte mbështetje në Allahun subhanahu wa ta'ala. Qal, asa Allahu an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. S'ka dyshim se Allahu ka me mposht armikun tuaj dhe do t'ju bën juve khalife në tokë. Ju do të udhëheqni. Të shohe Allahu edhe pse e din se çka do të veproni ju. Jo gjoni bindja në Allahun subhanahu wa ta'ala, ato që janë mësu me jetu të njëjtin ritëm, mos me ndryshu asgjë, morën fund. A e dini vëllezër se çdo herë kur kanë menduar muslimanët se u kri çdo çështje, atëherë ka ardhur me Allahut. Dëgjoni çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, cilin e ka nxjerr Imam Muslimin sahihun e tij. Qala sallallahu alaihi wasallam, idha qala ar-rajulu halaka an-nasu fa huwa ahlakuhum. Tha Muhamedi alayhis salam, nëse dikush thot njerëzit morën fund, u bon helaq, ai është më shumë që është bo helaq, thot pejgamberi alayhis salam. Nëse e marrin me domme fa huwa ahlakuhum, e ka thot Imam Newawiu, ki hadith kuptohet në të di mënyrat. Nëse është me domme fa huwa ahlakuhum, dhe ai është më i dështuari, ai është më dështaku, ai është më i shkatruari. Nëse është me domme ahlakuhum, por nëse e bëjmë thot me fetha fa huwa ahlakahum, ki dhe njerëz të tij janë shkaktar që njerëzit kanë mbetur aty ku janë. Prandaj ai që thot, "A më folni se ti po ligjëron apo flet një lloj si ai i cili është në mesin e shkretinës dhe është i vetëm." Ati qetrit i thon, "Shiqo, ti je duke e fri hinin, nuk ka fare prush." Ati qetrit i thon, "Meru me punët e tuaja ti, lej këtë gjoja, ose një ndryshojsh ti njerëzit." Kjo vëllezër çka është? Kjo është simptom i disfatës, i humbjes psikologjike, shpirtërore, e mbrenshme e kështu me radhë. Kjo ishte e dita. Çka? Dëshprimi nga ndryshimi i gjendjes e cila është e mundshme. E treta, dhe kjo është me rëndësi. Kjo është një lloj pasiviteti, po të bën nervoz, i neveritshëm ndaj kuj, ndaj urdhrit për të mirë dhe ndalesës nga e keqja. Ne në Islam vëllezër e kemi diçka shumë të madhe, e cila është prej parimeve fetare, me urdhru ka e mira dhe me ndalu nga e keqja. Dhe ai i cili përpiqet që njerëzit mos me ngusht se të janë punët e tyre private. Une këtu do të lexoj një tekst i cili është shumë me rëndësi. Ibn Qayyim el-Jauziyyi në librin e tij Al-A'lamul Muwaqqi'in ka thonë disa fjalë në lidhje me këto, do ta lexoj unë direkt shqip. Thot, çfarë të mire ka tek ai që sheh ndalesat e Allahut të shkelen, kufit e tij të shpërfillen, fen e tij të braktiset dhe sunetin e të dërguarit të Allahut të lihet pas dore, ndërsa zemra e tij mbetet e ftohtë dhe gjua e tij hesht. Ai është një shejtan me mec, shejtan, më thonë që s'flet, në mec. Dhe a ka fatkeqësi më të madhe për fen se sa këta njerëz, të cilëve përderisa u ruhen, i kanë rahat, sigurt, interesat, pozitat dhe jetesa e tyre, është do me thonë siguri, nuk u intereson as pak se çfarë i ndodh fejes së Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një hadith, la yamna'anna ahadakum haybatu an-nasi an yatakallama bihaqqin idha ra'ahu aw shahidahu aw sami'ahu. Asnjëherë, thot pejgamberi alayhis salam, mos tjetë shkak friga apo droja para një personit apo një personaliteti i cili është i frikshëm dhe i çuditshëm. Mos jetë ai shkak që njerëzit mos e thonë të vërtetën, atë mos me dëshmu atë që e kanë pa, atë që e kanë dëgju dhe atë që e kanë shiku, mos jetë asnjëherë penges. E katërta vëllezër, edhe me të vërtet, por elhamdulillah këto e shohim disa herë pas here ka filluar me lulzu. Tjetra është friga nga shfaqja edhe identitetit islam. Ti vllai musliman, nuk duhet ti më ufsheh, por unë nëse falem, nëse lutem, nëse falem punë, çka do të thonë? Do thonë që ki terroristi, ki fundamentalisti, ki konzervativi, e kështu me radhë. Allahu subhanahu wa ta'ala la tërhek vërreqen, mos me mendu një gjotë të ti thot, wala tahinu
wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Mos likshtoheni, mos dobësoheni, mos pikloheni, mos e humni shpresën se ju jeni më të ngritur tek Allahu. In kuntum mu'minin, nëse me të vërtet jeni besimtar, duhet me qenë krenar me fejen që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka qaros me këtë fe vlezër. A mundesh me qenë krenar me diçka, pa marë parasysh, let arrin tjerët ku kanë arrit, let zbulojnë çka kanë zbulu, krijuesin e tira akoma se kanë gjetë. Çfarë i thu këtij shkencëtar? Kjo është gjahil në katror. Ka zbulu dhe ka bo kurse krijuesin e tij akoma për atë s'ka mendu. Nuk e dim se e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. E Allahu thot: "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun." Krenaria i takon Allahut, i takon të dërguarit të tij Muhamedit alayhis salam dhe i takon besimtarve, por munafiqët një gjë të tillë nuk e din. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.